التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن كم ذا تقول مجمل ومؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. La falënderimet dhe respektet I takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahu xhalla wala qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit, e të takohen me Allahun subhanahu wa taala, e të ju merr myshdë Allahu subhanahu wa taala, e të shpërblej Allahu te baraka wa taala me shpërblimet e tij më të larta dhe më të mira për shkak të punëve të mira të cilat I kanë bën këtë dunjë, për shkak të sabrit të mirë, për shkak të pasimit të mirë të cilën janë munduar me e bën këtë dunjë, pasimit të njerit më të mirë dhe udhëzimit më të mirë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me dersin e dytë të librit në lëmina e akides usul al-thalatha, 3 parimet. Javën e kaluar përmendëm se kanë 4 çështje për të cilat na jemi të obliguar me I ditë. E para është dituria, ajo është njohja e Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e Islamit, fesë islame me argumente. Lejo mos e më mirë çto. Njohja e fesë islame me argumente. Dhe e dyta është vepra me atë dije. Kur e njeh Allahun, dosh me uçu me punu për Allahun. Kur e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dosh me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e njeh Islamin, dosh me ecë sipas parimeve të fesë islame. Përndryshe, nëse nuk ecë sipas parimeve të fesë islame, atëherë nuk ka din për atë person I cili nuk ecë sipas atyre parimeve. Pastaj ka thirrja, me aq sa ki mundsi me bë thirrje, me I thirrë edhe njerëz të tjerë në këtë dituri dhe drejt kësaj vepre dhe me bë sabër dhe me u këshillu me njëri tjetrin nëse na ndodh diçka apo ju ndodh besimtarëve diçka prej sprovave, prej fyrjeve apo edhe prej lëndimeve e kështu me radhë prej sprovave gjatë rrugës së davetit. Tash Sheikhu rahimahullahu taala Muhammad ibn Abdul Wahhab thot kështu: I'lam rahimakallah, dije Allahut mëshiroft. Prap me qasën e tij të njëjtë. Prap duke e treguar butësinë më të mirë, duke thonë dije Allahut mëshiroft. Jep mund që ta arrish diturinë, Allahu dhash të bereqet në mundin tënd dhe dije se annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Se është obligim për çdo musliman dhe muslimane, për të dytë, për çdo musliman dhe muslimane që ti njeh 3 çështje dhe të punoj me ato 3 çështje. Ti njeh 3 mesele dhe të punoj me ato 3 mesele. Kuptimi I kësajna është anë al-ilma bi masail ad-din fardun ala kulli muslimin wa muslima. Se dituria për çështjet e fejes, çështjet bazë të fejes është farz për çdo musliman dhe muslimane. Ala ar-rijali wan nisa, mbi burrat dhe mbi gratë. Fardu ajnin au fardu kifaya. Farzi ajn apo farzi kifaje. Qoft ai farz ajn, qoft ai farz kifaje, është sikurse për burrat, ashtu edhe për gratë e muslimanëve. Ashtu siç tha Allahu te baraka wa taala në surën Nahl: Men amila salihan, kush vepron një punë të mirë, min dhakarin au untha, qoft ai mashkull apo femër, wa huwa mu'min, ai duke qenë besimtar në Allahun subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, për shkak të kësaj vepre të mirë, e duke qenë ai besimtar, na kena më abu atina jetën e mirë, jetën e këndshme, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dhe na do t'i shpërblejmë ata me një shpërblim të bukur, me një shpërblim të mirë dhe hala ma shumë se sa që ishin duke punuar ata. Pra,
min dhakarin aw untha. Argument për fjalën e sheikhut është ajeti kuranor ku tha Allahu qoft ai burr apo grua. Qoft ai burr apo grua. Dhe sheikhu tha ennehu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Se është obligim për çdo musliman dhe çdo muslimane që t'i di këto 3 mesele dhe të punoj me ato mesele. Pra kjo është tek e para, tek dituria. E rrokt parën dhe dytën, me pas dituri. Tash jemi të fol te dituria, te çështjet e katërta, 4 çështjet e para që kena fol, tash jemi të fol te dituria dhe me punua me çfarë dituri. Thot, prej tyne janë çto 3 çështje. E para, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala na ka kriju neve, na ka furnizu Allahu azza wa jall neve dhe nuk na ka lanë neve hamala, kot. S'na ka prun këtë dynja vetëm kot. Me na kriju Allahu, me na furnizu Allahu dhe me na lanë kot në këtë dynja, nuk na ka lanë Allahu kot, wala la nu'maru wala nunha. Që mos të urdhërohemi për kur gjë edhe mos të ndalohemi prej asgjëje. Jo, Allahu subhanahu wa ta'ala tha sheikhu bel innahu subhanahu wa ta'ala qad arsala ilayna rasula. Mirë po ai Allahu na ka dërguar tek ne, ka dërguar tek ne të dërguar, i cili i dërguar erdhi me udhëzim të drejtë dhe me fe të vërtetë. Faman ata'ahu dakhala al-janna. E kush e pason të dërguarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ai ka me hyrë në xhennet. Wa man 'asahu dakhala an-nar. E kush e kundërshton të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, atë të dërguar të cilin Allahu e paska dërguar tek ne. Për çka? Që mos mendojnë njerëzit se janë kriju kot, po që ta mësojnë se çka jemi urdhëru dhe çka jemi ndalu dhe ka duhet që ne të shkojmë. Dhe për këtë arsye tha bil huda wa dinil haq, me udhëzim të pastër të drejtë dhe me fe të saktë, me fe të vërtetë, të cilën e zgjedhi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kush e pason këtë të dërguar, qenë ka vendi i tij xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. E kush e kundërshton të dërguarin e Allahut azza wa jall, atëherë vendi i tina qenë ka xhehenami i Allahut subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-mas'alatu al-ula. Kjo çështja e parë dhe kuptimi i saj është al-iqraru bit-tauhid ar-rububiyyah. Kuptimi i kësaj çështje, kësaj të parës, sa Allahu na ka kriju neve, na ka furnizu Allahu neve dhe nuk na ka lënë kot neve Allahu, por ka dërguar të dërguar tek ne, dhe se kush e pason të dërguarin ka me hi në xhennet dhe kush e kundërshton ka me hi në xhenem, komplet. Kjo është vërtetimi i tauhidit rububiyye. Tauhidi rububiyye është me e besu Allahun subhanahu wa ta'ala në krijimtarinë e tina, në furnizimin e tina e kështu me radhë. Wa min rububiyyatihi ta'ala in'amuhu ala ibadihi. Dhe prej rububiyyes së tij subhanahu wa ta'ala ose ai ju ka dhënë mirësi të mëdha robërve të tina, wa a'dhamu ni'amihi ala ibadihi irsalur rusul. Dhe nimeti më i madh, mirësia më e madhe që ka dhënë Allahu robërve të tina është se ka dërguar tek ata të dërguar. Ama nuk është thjesht kjo dërgimi i të dërguarve, nuk është thjesht që më të kallëzue ty, o filan çështu je i urdhëruar, o filan çështu je i ndaluar, edhe kaq. Ama ti nëse bëhesh pasues i të dërguarit të Allahut azza wa jall, jeta jote në këtë dynja ka më qenë më e mirë. Nuk është thjesht besim që ti ta besosh Allahun azza wa jall. Nuk është thjesht që ti ke më bë musliman, po kjo ka mirësi të mëdha. Pra ti je nën urdhat e Allahut azza wa jall. Ti je në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ti je në kënaqësinë e atij i cili të paska kriju tyje me dëshirën më të madhe. Dhe jo vetëm që të ka krijuar, po e ka përsos krijimtarinë tonë. E ka përsos Allahu azza wa jall krijimtarinë tonë. Nëse nalësh edhe shiqon në të gjitha krijesat, qofshin ato që kanë shpirt apo qofshin ato që nuk kanë shpirt, prej gjitha krijesave të Allahut azza wa jall, krijesa më e përsosur është njeriu. Dhe me këta Allahu azza wa jall e ka nderuar njerin me diçka të madhe. Wa fi anfusikum afala tubsirun. O ju njerëz,
Po në vetët e juve bre për izat Zotit, a nuk jeni që shikoni ja? A se shikoni vetët e juve se si Allahu Azza Jalla ju ka kriju juve? Vetëm krijimtaria, vetëm shikimi në krijimtarien ton dëshmon se atje është një Zot i cili e meriton adhurimin. Vetëm detet të cilat çdo herë valojnë, çdo herë dhe nuk prishet kur ai ujë, vetëm kodrat të cilat vazhdimisht qëndrojnë, vetëm qielli i cili është mbuloj mbi ne dhe kur nuk bjen të poshtë dhe se nuk ka as shtylla që i shohin njerëzit as kur gjë, është krijimtari madhështore e Allahut Azza Jall, vetëm që kjo neve na jep me kuptues se Allahu është një Zot i cili i pas ka kriju krejt këto. I than një arabit, një arabiut beduin, njeri fshatar i largët, i than, na nuk besojmë që ka Zot. I than disa filozof, na nuk besojmë që ka Zot. Tha, sa tur për juve, sa marrë për juve. Bajga e devës dëshmon që e ka bo devja. Bajga e sajna dëshmon për devën. Tragjit, fërkemat, gjurmet e devës dëshmojnë se ka hec devja që sajde, a mo ti si tu e pa devën kërkun. Po për juve këto dete, e këto male, e këto kodra, e Allahu Azza Jall e bëri tokën të shtrirë dhe qiellin mbuloi. Ha nuk dëshmojnë se ati është një krijues i drejt, i cili me saktësi ka krijuar. A nuk dëshmojnë këto? Dhe than dietarët se mushrikët e Mekës e pas kanë besu Allahun në tauhidin rububie, në tauhidin e krijimtarisë, se ajo është Zot. Pejgamberi alayhis salam i tha njonit prej mushrikëve, sa Zota i adhuron ti, tha 5. Ama kur të rrokin vështirësitë, cilit i drejtohesh, tha ati i cili është në qiell. Ati i cili është në qiell. Mirë po këta adhurimin e tyre, sikur ta kishin bo në tauhidin rububie, ta kishin bo në mënyrën e plot, në pamjen e plot të tij, dhe me ku ti kishin plotsu kushtet e besimit në tauhidin rububie, pa dyshim që tauhidi rububie yaltazimu e bën të domosdoshëm e obligon tauhidin uluhie. E tauhidi uluhie është adhurimi i Allahut Azza Jall, në adhurimi i Allahut dhe të gjitha adhurimet me i bo vetëm se për Allahun Azza Jall me sinqeritet të lartë. Dhe se mos me vepru diçka vetëm se duke e patur njet Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra ata paksun në tauhidin rububie dhe Allahu nuk ja mundsoi atyne që të jenë pjesëtar të tauhidit uluhie. Nuk ja mundsoi Allahu që ata të hyjnë në xhennet. Me qenë ti besimtar, me besu se Allahu është krijuesi jonë dhe kaq, vallahi nuk të bën musliman as kur në xhennet që ky person s'ka me hije. As kur s'ka me qenë nën kënaqësinë e Allahut, as kur s'ka me qenë nën rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse një person beson që Allahu është krijuesi tina dhe kaq, dhe mjaftohet me këta, dhe se Allahu na furnizon neve, dhe se Allahu e ka në dorë këtë çështje, po vallahi krejt çashtu është. Mirë po kjo nuk i mjafton robit që të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Argument për këta të cilën e tha Shejhu, sa Allahu na ka kriju neve dhe sa Allahu nuk na pas ka lënë neve kot në këtë dynjë, po pas ka dërguar të dërguar, thot Allahu subhanahu wa taala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula. Ne ju kemi dërguar juve të dërguar. O ju njerëz, ndëgjojeni fjalën e Allahut subhanahu wa taala, e që kjo fjalë ta heq ty komplet argumentin, komplet atë pjesën që ti nesër ke me thonë se o Zoti jam nuk e kom ditë, arsye s'ki. Që kjo fjalë e heq arsyen. Se Allahu po thot o ju njerëz, ne ju kemi dërguar juve të dërguar, sikurse i cili është dëshmitar për juve. Është dëshmitar. Ty është dëshmitar? Se pejgamberi alayhis salam tha në fund, Allahumma hal ballaght, Allahumma fashhad. Ai ka dëshmuar se fjalën e tina e ka çu komplet në vend dhe i ngriti duart dhe tha, o Zoti jam unë fjalën tonë, obligimin që cilin ti ma ke dhënë mua mbi supe, unë e çova në vend. O Zoti jam dëshmo
se unë jam duke dëshmu se unë e kryta punën tëmë. A kupton? Ajo është dëshmitar për neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha na ju kena dërguar të dërguarin tek ju, i cili është dëshmitar për juve, kema arsalna ila Firaun rasula, ashtu që kena dërguar edhe te Firaun e kena dërguar të dërguarin Musa alaihi salatu wassalam, fa asa Firaun ar-rasula fa akhadhnahu akhdhan wabila. E Firauni e kundërshtoi të dërguarin të cilin ne e dërguam tek ai, dhe pastaj ne e kapëm ata me një dënim të dhëmshëm. E kapëm ata me një fuqi që ati as që ka marrë menja hiç bile. As nuk i ka shku menja hiç ati. Dhe se kur dashti Firauni në fund, pa ndëgjoje, kur dashti Firauni, këto janë ajeti kuranore, Firauni të një jetën e tina e qëj duke mendu se ana rabbukumul a'la, unë jam zoti juaj më i madhi, dhe se s'ka zot tjetër përveç meje. Mirë po çka i ndodhi atina? Kur u qel deti dhe filloi Musa alayhi salam me dal, me shpëtu Allah azza jall Musa alayhi salam, pastaj dulën Musa me Ben Israelit, unes Firauni për me shpëtu edhe ai me dal anën tjetër për me zan Musën, u bashku deti. E kur u bashku deti, tha amantu, që tash besova. Allahu i tha al-ana, a që tash po besona? Që tash po beson kur të erdh shpirti të fyti, të gargara e fundit, që tash po të bjen men me besua. Qatë herë kanë me besu krejt. Ta dini o njerëz se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an, gjdo njoni për njerëzve ka me besue, me apo pa dëshirën e tina. Gjdo njoni për njerëzve ka me besu, me apo pa dëshirën e ti. Qysh i bjen kjo? Qysh kuptohet kjo? Wallahi kur ti she me lek të vdekjes, nuk ka njeri që nuk beson pastaj. Krejt kanë me besu. Mirë po, s'ka më vlerë besimi i robit në ato momente. S'ka më derë për to me u pendue. Andaj, është mirësi e madhe që Allahu na i ka mundësu me qenë pjesëtar të kësaj feje. Edhe se merre me bindje të plot. Se al-yaqinu la yazulu bi shak, thanë dietarët e muslimanëve, ajo që ka ngritjet me bindje, ajo që ka i shtin rrojt fell në zemër, vallahi nuk ka mundësi asnjë dyshim prej dyshimeve që e rrokin e robin në këtë dynja. Gjatë jetës e rrokin dyshime. Mund me rrok prej dyshimeve, mund me rrok prej sprovave, mund me rrok prej lajmeve, prej atyre të cilët dalin dhe e thon të pavërtetën, sikur se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo rruga e drejtë këtu është jam unë dhe shokët e mi, dhe kjo është besimi i drejtë, dhe kjo rruga e drejtë që në të Allah azza xal. Kurse këto vijat e shtrembruara anash, djathas dhe majtas, është çdo shejtan në kokën në fillim të rrugës atje që i thret njerëzit duke u devijuar rrugën. Kush hin çiknena ka hub udhën. Kush hin çiknena ka hub udhën. Kush hin çiknena ka hub udhën. Nuk ka hajër për to më. Momentin që del prej vijës së trashtë të cilën e vizitoi pejgamberi alayhis salam, momentin që prek në kufejt e saj në jenë rrezik me deviju, e bone dole prej saj, gjithçka jashtë asaj në xhenem. Gjithçka jashtë asaj në xhenem. Dhe se ngrit të fejen tonë me argumente, se ajo e cila ngritet me bindje nuk ka mundësi me u largu me dyshim. Dyshimi s'ka mundësi asnjëherë me e largue bindjen. A nuk erdhen mushrikët dhe i than, o Ebu Bekër, a i shoku yt, po thot se mrena natës ka udhëtue me një kafsh e quajtur Burak prej Mekkës në Mesxhidul Aqsa. Dhe jo vetëm kaq, po prej aty po thot se ka shku bashkë me Xhibrilin alayhis salam dhe është takue me Allahun subhanahu wa taala në katin e 7. Sikur ti shkon bile çka udhtim, pa ju kthy te poshtë, u kthy prej Mesxhidul Aqsa dhe u kthy apet para sabajt në vendin e vet. A e shese çka po thot ai shoku yt? Ama Ebu Bekri e kishte të ndërtuar me bindje besimin në Allahun subhanahu wa taala dhe besimin se ai Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Dhe tha, a vërtet ka thonë kështu? Ata u nalën, po, çështu ka thonë. Me ja dëshmu edhe një herë me dyshimin e tyne, me kufrin e tyne se çe argumenti. Tha, nëse vërtet ka thonë kështu, atëherë i kam besue asaj saj për një me u konë atje. Asa pejgamberi alayhis salam tha për sprovat të cilat kanë me godit besimtarin gjatë jetës së tina. I përngjon sikur se një filizit të holl,
një filizit të hollë që e godasin erëra të shumta dhe shpesh herë pështetin për tokë poshtë, ndesh në të djathtë, ndesh në të shmajt, mirë po ai prap e merr formën e tina dhe ngritet, derisa të bëhet një trung i fuqishëm. Dhe se kështu duhet të jetë besimtari, derisa të bëhesh një trung i fuqishëm, ndërto çështje me bindje. Për shkak se bindja nuk lën kurrë me hub. E bindja bëhet me mësimin e argumenteve të pasërta, duke e njoft Allahun, duke e njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke e njoft fejen e Allahut subhanahu wa taala me argumente. Çështja e dytë, të cilën tha prej këtyre 3 meseleve. E para, se Allahu na ka kriju, se Allahu na ka furnizu dhe se nuk na ka lënë neve kot dhe se ka dërguar tek ne të dërguar dhe se kush e pason këtë të dërguar ka me hin xhenet e kush e kundërshton ka me hin xhenem. E dyta, an Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Se Allahu subhanahu wa taala nuk dëshiron asnjëherë që ti shoqërosh dika ati Allahu subhanahu wa taala në adhurimet e tina. Nuk lejon Allahu ortakëri në adhurimin të cilën ti e bën për Allahun subhanahu wa taala. As qoft ai një melek, një melaçe e cila është e afërt tek Allahu subhanahu wa taala, sikurse është Gjibrili alayhis salam, melaçe madhështore, sikurse janë hamalatul arsh, ata të cilët e mbajnë arshin e Allahut azza wa jall. Edhe këta në kofshin, nuk lejon Allahu azza wa jall që ti me pas njëtë të tjera, nuk lejon Allahu azza wa jall që ti me u fal për të tërkan, nuk lejon Allahu që ti me e dash të tërkan ma shumë se Allahun, ose me e dash sikur se që e don Allahun subhanahu wa taala. Nuk e lejon Allahu që ti kur namazin kur ta bëjsh, nuk e pranon Allahu atë namaz, nëse ti në jetën e tua e kije zbukurim për njerëzit, nëse ti në jetën e tua e kije që me u dok të njerëzit se ti je namazfalës, po është edhe një mesele tjetër se ka disa prej njerëzve që nëse është në shariatin e Allahut azza wa jall, disa i ikin dënimit të shariatit edhe shkojnë falën. Ama ata i ikin dënimit të njerëzve, ata që kanë mundësi me implementu njerëzit, mirë po te Allahu azza wa jall ata do të ballafaqohen me gënjeshtrën e tyre. Yukhadi'un Allah walladhina amanu, ata mundohen që me e tradhtue, me e mashtru Allahun dhe ata të cilët kanë besue. Ata nuk mujnë me i mashtruhe, as besimtarët e sinqert, po as Allahun hiç. Ata e kanë mashtruhe vetëm se vetën e tyne, e kur dalin para Allahut azza wa jall, bashkë që kjo është ajo rregulla ku e tham ajetin kuranor, wa qadimna ila ma amilu min amalin, na u aparaqitëm atyre veprat të cilat i kanë bërë ata. Po, ka vepru vepraj, namaz ka fal, agjërim ka bë, zeqat ka dhon, krejt ai ka dhon, mirë po kur e shikon Allahu azza wa jall niyetin se për ka e ka bëhe, del se e ka bëhe për filanin, del se e ka bëhe që me udok i mirë, del se e ka bëhe për me udok se është i ditur, del se e ka zbukuru zanin për me i tha njerëzit mashallah, del, dhe se Allah azza wa jall kejt këto vepra ja bën pluhur e hi. Dhe për çfarë arsye dohet që robi, pasi që ka ardhur këtë dynja me adhuru Allahun, këtë adhurim me e pas me sinqeritet të plot. E kjo të cilën e tha Allahu nuk lejon dhe nuk e pranon Allahu një vepër që në të ti përshkruash ti ortakëri në adhurim. As qoft ai ortak ndonjë melek i afërt tek Allahu apo ndonjë pejgamber prej pejgamberve, kur kush hiç, vetëm Allahu. Në adhurime është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-mas'ala hiya mas'alatu tawhid al-ibada. Kjo është çështja e tauhidit të adhurimit, tauhidul uluhiyya ose tauhidul ibada. Tauhidi, njëshmëria e Allahu subhanahu wa ta'ala në adhurimin të cilin ti e bën. Ajo është ikhlasu dini lillahi tabaraka wa ta'ala. Me qenë i sinqert në fejen për Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo vepër të cilën e bën ti, çdo vepër të cilën e bën ti me e pas për Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa ifradullahi bil ibada, njësimi i Allahut azza wa jall në adhurimin të cilin ti e bën. Wa sarfu jami'i anwa'i al-ibadati lahu, dhe të gjitha veprat të cilat ti i vepron me qenë vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala.
fala yajuzu an yushraka ma'ahu fi ibadatihi, dhe se nuk lejohet, e është haram, e është shirk, që nëse dikush prej njerëzve i shoqëron Allahu diçka në adhurimin të cilin e bën për Allahun, apo e bën për dika tjetër krejt përveç Allahut azza wa jall, për dika tjetër apo dika tjetër bashkë me Allahun. Kjo çështje është shumë e rëndësishme. Nga se duhet robi me kuptu drejt se në bashkimin e tauhidit rububie dhe tauhidit uluhie, atëherë robi bëhet musliman. Kur të bashkohen këto dy çështje, atëherë robi bëhet musliman. Dhe prej çaty fillojnë me llogarit atij veprat e mira. Prej çaty fillon jeta e mirë këtë dynjë. Prej çaty fillon dëshmia për ta se ai është prej muslimanëve. Prej çaty atina i ruhet pasuria, hala ma shumë, ati i ruhet gjaku, i ruhet gjithçka. Prej që aty a i ka vlerë të madhe, për shkak se është besimtar në Allahun subhanahu wa ta'ala. Argument për ta, tha Allahun subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Se xhamit janë vende të Allahut subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'a Allahi ahada. E timto në ato xhamit, mos gabo me adhuru e dikon tjetër, apo me adhuru e bashk me Allahun dika. Asnjëherë, asnjë adhurim të nuk guxon me e bëhe për Allahun dhe për dika tjetër. Asnjëherë. Të gjitha adhurimet të jenë vetëm se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj çështja e tretë dhe e fundit për dersin e sotëm është anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah tabaraka wa taala, se ai i cili e ka pasue pejgamberin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e ka njëhsu Allahun subhanahu wa taala, e ka njëhsu Allahun subhanahu wa taala në adhurimet e tina, la yajuzu lahu mawalatu man hada Allah wa rasulahu. Nuk i lejohet atina dashuria e armikut të Allahut dhe të dërguarit e tina. Pra, ai i cili e ka pasu pejgamberin alayhis salam dhe e ka besu Allahun hak, nuk i lejohet dashuria me e dasht armikun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe armikun e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe tha, argument për këta është ajeti kuranor në surën Al-Mujadala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. O ti Muhammed, nuk ki mundësi ti me gjet një popull i cili e ka besuar Allahun azza wa jall dhe ditën e fundit, ditën e kiametit, yuaduna man hada Allah wa rasulahu, që ta doj ata i cili është armik i Allahut dhe armik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka mundësi me gjet. Nuk ki mundësi me gjet ti një popull të cilët janë besimtarë dhe me dasht armikun e Allahut subhanahu wa taala. S'ka mundësi. Pra, e kundërta, kush e don armikun e Allahut, anta ma'a man tuhib. Ti ke më kanë me çata të cilin e don. Anta ma'a man tuhib. E ke dasht Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ke më qenë pale Allahut. E ke dasht armikun e Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk çon pesh kur gjokja më hiç. Për shkak se ta prish besimin ton këtë dynjë, dhe se robi nuk ka mundësi me dasht edhe Abu Bakrin edhe Abu Jahlin. S'ka shans. Me thonë, unë du më konë mesatar. E mesataria është as nuk pedu shumë Abu Bakrin, pa as nuk pedu shumë, as nuk pedu urrej shumë Abu Jahlin. Pidu të dytë, s'ka shans vallahi. O ki me konë krah i pejgamberit a.s. dhe i me i dasht njerëzit e pejgamberit a.s. me dasht Allahun dhe me dasht pejgamberit a.s. dhe pasusit e pejgamberit a.s. O ki me konë krah i shejtanit apo i Abu Jahlit dhe pasuzve të tina. Kështu është parim prej parimeve që robi duhet ta di prej fejes së Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që një musliman t'i doj zullumçarët sikur se janë ata të cilët sot masakrojnë dhe bojnë gërdi në gjakun e muslimanëve. A ka mundësi me e dash dikush për muslimanëve ata i cili është të bo gërdi në gjakun e muslimanëve? Vallahi billahi s'ka mundësi. A ka mundësi dikush prej muslimanëve të Kosovës për shembull, saktësisht,
me dash Miloshin, i cili ka bëu gërdi në mesin e muslimanëve të shqiptarëve, vallahi s'ka mundsi. Shqiptari se don e kuma, shqiptari musliman. S'ka shans. E kështu matën punë. Ai i cili është armik i Allahut, ai nuk duhet. Dhe tha Allahu subhanahu wa taala: "Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw 'ashiratahum." Edhe nëse është baba i tyne, ata nuk e dojnë. Se është armik i Allahut nuk duhet. Qoftë ai baba i tyre, apo fëmijët e tyre, apo vëllezërit e tyre, apo prej akraballokut të tyre, apo prej familjarëve dhe farefilësit të tyre. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minh. Këta janë ata të cilët e ruajnë dashurinë për Allahun dhe për pejgamberin alayhis salam. Këta janë ata të cilët Allahu e ka shkruar në zemrat e tyre imanin. Janë vulos ato zemra me iman dhe i ka forcu Allahu prej shpirtit të tij. Allahu i ka forcu këta njerëz prej shpirtit të tij. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Këta janë ata të cilët Allahu do t'i fut në xhennetet në të cilët lëvizin lumej, edhe në ato xhenete do të jenë përgjithmonë. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata të cilët e veprojnë këtë vepër, dhe se ata janë të kënaqur me shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Këta janë pala Allahut azza wa jall. Këta janë pala Allahut. Pra, që kanë dy palë. E para është pala Allahut azza wa jall dhe e dyta është pala e shejtanit. Dhe se robi e ka obligim me e shikue veprën e tina, vetën e tina dhe e curin e ti se ka të shku. Aje duke u bo pjesë dhe pjestar i palës e Allahut azza wa jall, apo jetë u bo pjesë dhe pjestar i palës e shejtanit. Se në akhirat, pala e shejtanit do t'jetë në xhenem, edhe se nuk do t'ketë për ta ndihmues, kurse pala Allahut azza wa jall do t'jenë ata të cilët do t'i shijojnë mirësitë e xhennetit dhe kënaqësisë e Allahut subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Pasha Allahun nuk ka dyshim se pala Allahut, partia Allahut subhanahu wa taala janë ata të cilët kanë me fitue para Allahut subhanahu wa taala. Pra, ki kujdes në këtë dynja që ta besosh Allahun hak, ta besosh Allahun në rububie, në krijimtarinë e tij, në furnizimin e tij, në tedbirin, kontrollimin e çështjeve, dhe se ta dish se Allahu pas ka dërguar të dërguar, i cili i dërguar pas ka ardhur me një udhëzim të pastërt dhe me një fe të drejtë dhe të saktë, dhe se e dyta, Allahu nuk pranon që ti shoqërosh diçka atij në adhurim, nuk pranon Allahu se këtë veprën ta zhduk, ta bën Allahu veprën pluhur e hi, dhe do të nënçmohesh para robërve kur dilsh nesër para Allahut subhanahu wa taala, dhe se të gjithë kanë me marrë vesh se filani pas ka qenë ai i cili ka bo vepër të poshtër në këtë dynja, dhe se Allahu nuk pranon që ti bosh ortak, qoftë ai melek i afërt i Allahut azza wa jall, apo qoftë ai i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Dhe se e treta, o kime dasht Allahun, të dërguarin e tina dhe palën e Allahut, apo kime dasht shejtanin dhe të dërguarit e tij që ka shumë dëgjalla të vogël në këtë dynja, që janë pjesë e shejtanit dhe palë e tina. O kime qenë palë e Allahut, o kime qenë palë e shejtanit. Elus Allahun subhanahu wa taala që Allahu te baraka wa taala ta vulos imanin në zemrat tona, dhe të na mundsoj Allahu subhanahu wa taala që të ringjallemi me palën e Allahut subhanahu wa taala, dhe se s'ka dyshim se pala e Allahut janë ata të cilët kanë fituar në këtë dynja dhe do të fitojnë para Allahut تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. آمين.